Unë të doja që të shikojmë a kemi në lidhje edhe bashkimin, për ditën e sotme. Rikthehet. Po, e kemi edhe sot bashkimin, po edhe nesër, bashkë me Mikin, sepse do ta mbyllim këtë sezon si e më mirë. Do të shikojmë, po nuk e di se ka rrugë, ka rrugë të gjatë. Mikit i thënë 12 denar do i duhen Mikit prej atje. Bashkimin ja 780 denar nga Tetova deri këtu. Bashkimi do vjen me motocikletën e tij. I kemi kështu, i kemi live. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve. Po si je më bashkim? Ja e ka gjetur një cep hija aty edhe kaq. Jep, e gjeta një pemë të vogël këtu, bënte hije si duhet. Dhe në prapavi kam diçka të bukur, kam ata që kujdesen për pastërtinë, për zbukurimin e sheshit të qytetit, janë punëtorët e ndërmarrjes publike komunale, njerëzit për mua më të mirë, sepse ata kujdesen për pastërtinë e këtij qyteti. Më duket se ishin duke ndruar një pemë të thare, kanë harruar të vadisin, pak po shnet, kemi tjera do i zaventsojmë. Po pra kemi tjera e zaventsojmë, sigurisht. Po vite që i ka kaluar ajo pema, që s'është kujdesur dikush, nuk zaventsohet ajo kohë. Më falë, ka mundësi të bëj një pyetje unë tani? Kur të duash dhe si të duash bashkim? Se që dëgjova më dhe vlla dikund, po na shëtisni mua dhe Mikin, po. Bileta ishte 1000 denar, 2000 denar, 700 denar. Po bashkim. Do më tregoni? Do t'ju shëtisim që nesër ju ftojmë që të na vini këtu në studio, për të raportuar live këtu nga studio, sepse nesër do ta mbyllim edhe sezonin, sigurisht bashkarisht. Por nëse keni mundësi financiare, të urdhëroni. Në qoftë se jo, do vazhdojmë kështu siç jemi. Sa është data sot? 25. 26. Kam mbetur edhe pak apo jo. Edhe 5-6 vite ashtu kanë mbetur edhe gati. Fantastik si gjithmonë bashkimi. Bashkim si është motje në Tetovë, konkurrencë keni me Shkupin apo shohim pak që kanë është pak më i freskët. Tetova është pak më e freskët sepse janë malet aty. Nuk e di nëse jemi pak më freskët ose jo. Sot më duket pak jemi më freskët nga ditët tjera, megjithatë jo konkurrencë. Konkurrencë që ç'ke me të bëjmë neve, sepse nga mesdita temperatura bëhet diku 3000-5000 gradë, çashtu diçka. Nëse je në terren duke xhiruar, atëherë mund ngjitet edhe pak më lart. Po nëse je në motocikletë? Atëherë është fladë, është shumë mirë. Ka temperatura. Si mori frymë me njeri vjen buzëqeshja, sapo e prek në demzë, Bashkim, përpara se të kalojmë tek informacioni që do na japësh se çfarë po ndodhen në Tetovë dhe çfarë pritet atje, ne kemi shpallur një temë të sotme, të cilën e kemi pak sa me nostalgji. Unë do doja të pyesja edhe ti, se cili është zakoni i vjetër që të mungon më shumë nga e kaluara. Kemi patur lojra pa fund, kemi patur zakone pa fund, kemi patur edhe të mira edhe të këqija. Por ka disa që pa vetdije i kemi zaventsuar sot me teknologjinë dhe i kemi harruar. Dhe në momente që i kujtojmë, themi pse na u zhdu kjo, pse nuk e praktikojmë akoma sot. Gjithsesi, drejtoro, ajo që më mungon besoj që jo vetëm mua, por gjithëve, nga ato zakonet e vjetra është tubimi tek lagja pa caktuar asnjë termin, pa thirr askënd në telefon, thjesht sikur e dinim atë kohën kur të bëhemi aty, edhe të bëjmë ato organizimet për të bërë ndoshta ndonjë bela, për të bërë ndonjë futbolli ose po nuk e dim, po më tepër për të bërë ndonjë kështu. Po. Kerefete të ndryshme që krijoheshin aty për aty. Shumë e bukur kaqe, me të vërtetë shumë e bukur kaqe. Ishte një kohë interesante kur e shikojmë kaluarën tonë me të tashmen e të rinjve sot, më duken paksa paradoksal sepse po i shikojmë që mundohen që të luajnë kushtimisht të themi një lojë futbolli, por nuk kanë durim. Thjesht 5 minuta aty tërhiqen, shkojnë te lojra tjera. E çuditshme. Të rritë sot sikur janë duke jetuar një jetë virtuale. Ata edhe kur luajnë futboll, organizohen përmes telefonit që të ulen përpara kompjutorit, që të luajnë një lojë futbolli. Ndërsa ne dilnim në stadium të rritë sot për të parë se ku jeni, ç'a bëni, shoke, akrapaje, nuk e di se çka, e hapi një grup në këtë WhatsApp dhe gjithsesi se
shihen, e bëjnë muhabet dhe kështu me radhë, ndërkohë që po t'i pyes është rritë tanë se si duket mbrëmja jashtë tek lagja, nuk e din. Po ndoshta edhe ndonjëherë edhe nata si duket jashtë tek lagja, nuk e din, se nuk e kanë shijuar, besoni. Andaj më vjen keq që të rritë fëmijët tanë ose ata që din pas tyre, se shpojetojnë një jetë virtuale, një jetë që nuk po knaqen. Po flasin gjithë ditën për futbollin, se si do luajnë futboll, ndërkohë që stadiumet ose qendrat e sportit vazhdojnë të jenë mbyllur dhe të mos përdore. Po, tash e kemi edhe sezonin e dasmave, ne sigurisht tek dasmat. Vazhdojmë që deri diku që mundohemi që t'i mbajmë zakonet e vjetra. A vazhdon edhe në Tetov? Po. Bashkim? Vazhdojnë. Apo kemi filluar të modernizohemi pak më shumë? Tek tuk ka filluar që të bëhet një farë modernizimi, të cilin shpesh herë them që nuk e kuptojnë edhe vetë të rritë që organizojnë atë modernizim, sepse ju mbetë në mes të mishit dhe ashtit dhe nuk e dallon se qa është vëlla. Ndërkohë që ajo dasma e dikurshme 5-6 ditore që zgjaste, ajo dasma e dikurshme që bënte që gjithë familja të mblidheshin bashkë dhe të kenë një gëzim të papar, sikur nuk është. Tani edhe kur ka dasëm tek shtëpia, mundohen që sa më pak të thirrin njerëz. Hajdeni direkt te restoranti atje që mos kemi të pastrojme, të merremi me shpinë, të bëjmë sende rende. Hajdeni te restoranti, kënaqemi atje. Bashkim, ku mund të bësh një dasëm 5-6 ditë tashmë të bashkim, e di sa do të kushtoj ajo? Ka shumë dallim prej kohës... Por bujaria dhe mikpritja ishte më e çuditshme atë. Atëherë mund të bëhesh edhe më me fukarallëk, ndoshta ka qenë, po ishin njerëzit më të hapur, më të dashur. Drejtoro, po atëherë nuk shkonin që të porosisnin kuzhinierin me ato zbukurimet e mëdha, por bështe në shtëpi ajo dasëm dhe gatuanin nënat, hallat, tezet tona për gjithë familjen dhe ishte ushqimi mrekullueshëm dhe ishte ushqimi me bollëk, sepse atëherë për të bërë dasëm do duhej që të prisje edhe një urban apo një kafshë më të madhe, sepse do kesh shumë njerëz. Kurse tani nuk mbaj mend unë se dikush ka prerë në i kafshë, në i gjë, se do të ketë dasëm. O Do i ke vlate restoranti e ka hallin e atje. Një javë ditë e kaloni me Jani, Marburi dhe ju. Po kënaqeshim. Në Jani, por që ishte e shishme ajo Jania. Drejtoro, neve hanim edhe sushi atëherë, more vlla, sepse i kishim sarmat. I kishim sarmat, Hanim çdo gjë atëherë, vetëm emrin nuk ja dinim sakt, modern, se si është. Ndërkohë që gjitha i kemi provuar që atëherë. Sigurisht. Po pra ne i kemi shpikur, pse jo? Bashkim të kalojmë tek informacionin çfarë ke përgatitur sot për ne, çfarë po ndodh, diçka të re që duhet ta dim. Ajo që e biseduam para 2 ditëve, mbrëm veç më u paralajmërua nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov që Komuna e Tetovës me që nuk u përgjigj ftesës së tyre për të mbajtur një seancë urgjente në të cilën do të rimiratoheshte vendimi i vitit 2007 për emërtimin e rrugëve, siç kërkuan nga BDI, tani ata kaluan në një fazë tjetër, domethënë në atë të ftesës që ditën e nesërme në orën 20 të gjithë të bëhen këtu prapo me në shesh të qytetit ku edhe do protestojnë me moton historia nuk abrogohet dhe kanë bërë ftesë mbrëmë që t'i bashkojnë kësaj proteste apo marshi, siç e kanë quajtur, edhe pse nuk shkruan në ftesë se çfarë marshi do jetë, ku do lëvizet, megjithatë tubimi këtu do të jetë në sheshin e Tetovës. Por mbrëm njëkohësisht ajo që i intrigoi pak njerëzit ose që i shtyni në huti ishte po ashtu edhe ftesa që doli në disa mediume që do të mblidhemi të gjithë tek selia e BDI-s për një marsh protestues, dhe kjo me siguri se vjen nga pozita për atë rivalitetin që e kanë, dhe çka pritet nesër, nuk e kemi idenë edhe neve se çfarë do bëhet, do të mblidhen këtu në qendër, njëra palë, do me thënë ftesa e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kush dhe si do të mblidhen në pjesën tjetër tek selia e BDI-s, por kjo mbetet që sot të gjurmohet paksa dhe të shohim realitetin, të informojmë sakt dhe drejt të banorët se çfarë parashikohet.
Kjo protestë erdhi domethënë pas reagimit të gjykatës kushtetuese, e cila doli me një lloj sqarimi për atë se pse ka sjell këtë vendim dhe cila ka qenë mënyra e sjelljes së këtij vendimi. Gjë kjo e cila bëri një pjesë të Bashkimit Demokratik për Integrim që dalin dhe në konferencë për shtyp për të reaguar, për të paralajmëruar protestën, dhe gjithsesi mbetet që ne sa të shohim se si do të zhvillohet, si do të jetë kjo protestë apo protestë, sepse disa herë them protestë ndjes, ndërkohë që këtu shkruan një marsh, por se si do të jetë ai marsh, nga do të lëvizet, këtë do ta shohim ditën e sotme, sepse me siguri do të sqarohet nga ana e degës së BDI-s nga do lëvizet, si do të jetë ai marsh, dhe gjithsesi se do të shohim nëse është e vërtetë dhe nëse do të ketë tubim nga ana tjetër tek selia e Bashkimit Demokratik për Integrim në Reqis të vogël. Gjithçka domethënë mbetet të shihet, ndërkohë ajo që është zyrtarisht është vetëm ftesa për marshin ditën e premte në orën 20 që pritet të organizohet këtu në shesh të Tetovës. Interesante. E qartë, tash I fillojmë tash, e the, se the, e lage, se lage, dhe deri në zgjedhjet e ardhshme sigurisht që do të gjendet edhe zgjidhja e kësaj pune. Ne bëm më shumë, ju bët më pak, ne bëm namin, ju zbët namin, ndërkohë që kur merë t'i shohish ata, asnjëri asgjë s'ka bo, krejt njëjtë janë. Por shnet kemi, do I durojmë sepse në mungojnë ato humoreskade vjetra të dikurshme që kënaqeshim, shikonim humor dhe tani në mungesë të tyre do të shikojmë ta humoreskat tjera me premtime çado Maqedonia, rrugët, Tetova, more vlla, në hënë do ta çojmë krejt. Se s'mund të them kështu ndryshe, do ta çojmë. Të kuptuan shumë mirë. E asosove shumë bukur. Do kemi humoreska, do kemi premtime të mëdha, ndërkohë që pritet që të sqarohet së shpejti edhe nga VMRO DFM-ja çështja e Bërvenicës, përndryshe ndjes që e harrova. Ngushtime gjithë shokëve, miqve, familjarëve për kreun e komunës së Bërvenicës, I cili papritur në moshë të re humbi jetën nga një atak kardiak, edhe atje gjithsesi se do të shihet se si do të vazhdohet procedura me liçin, nëse do të vazhdojë të jetë kryetar kreu I këshillit të komunës, dhe pastaj për 3 deri në 6 muaj duhet të organizohen mbase zgjedhje të reja, nëse do të shkohet në zgjedhje të reja, sepse nga përvoja e mëhershme apo nga ajo që ndodhi në komunën e Gostivarit, mund edhe mos të organizohen zgjedhje të reja, po ti vazhdohet ushtruesi I detyrës mandati nga 5 muaj e 30 ditë apo nga 6 muaj dhe kështu të mrihet deri në zgjedhje. Por edhe kjo pritet që të shihet se si do të jetë, sepse nuk ka ende sqarim, ndërkohë që ditën e djeshme funksionarë të shumtë në Bërvenicë u mblodhen për t'i dhënë dhe lëmtumirin e fundit ish kryetarit e Jovica, I cili thashtë që humbi jetën në moshë shumë të re dhe të papritur nga një sulm në zemër. E qartë. Ngushëllime familjarve. Ne edhe dje përmendëm si lajmë, shprehim ngushëllimet tona, ngushëllime edhe një herë. Që se kemi në dorën tonë. Por gjithsesi, ky është një leksion që duhet kujdesur gjithmonë, sepse edhe temperaturat e larta, ushqimi, më mirë është që të bëjmë një preventiv, një kontroll të gjithë, ku dëgjojmë kështu lajme, që nesër mos bëhet vonë. Patjetër, duhet në këto temperaturat e larta, sidomos kohëve të fundit, sikur shumë pak ju avarin veshin për lajmërimeve të mjekëve për fast foodin, që po e konsumojmë gati se çdo ditë, por ndoshta edhe për pemperimet të cilat I konsumojmë me një çmim të çuditshëm në momentin kur nuk e kanë sezonin, gjë që menjëherë të bën të mendosh se për çka bisedohet, sepse të hash shalqi me 20 denar kilogramin, ose pjepër të marrish me 30 denar kilogramin në këtë kohë kur ende në vendin tonë janë askund, dhe kjo më duket pak e çuditshme, pak interesante se si, ku u morën këto, po shnet, do mundohemi që sa më shumë të kujdesemi, aq sa mundemi të paktën. Sigurisht, luma ata të cilët ka një bafqe të vogël, të paktën që mund të bëjnë prodhimet e tyre, sepse po shikoja dje par dje në rrjetet sociale, është një njësi mace që matën se sa ka pesticide në për produktet ushqimore. Ishte një teknologji shumë e thjeshtë ajo Valbona, dhe vetëm thjesht e vendose shalqirin dhe e vendosme. Po, kishte si një punë gjilpora, edhe ajo mate nitratin, për shembull se sa është përdorur kemikalin në gjatë rritjes. Dhe dilte I kalonte të gjitha masat normale. Në qoftë se duhet të jetë 15, ajo dilte 920. Dhe ishte një lloj teknologji, nuk e di se sa është e saktë,
por bënde një analizë Ka qenë interesante se para dilni vetëm 2 ditësh kur një shalqi, do me thoni vetëm, besoni njëra pjesë është e ëmbël, është krejt normale, ka shije pak të shalqirit, ndërkohë që pjesa tjetër e të njëjtit bostan, do me thënë është si kungull, do me thënë nuk ka as shije, as ëmbëlsi, bisedohet për një, do me thënë për një përbërës. Dhe të vinë interesante nëse edhe këtu intervenojnë me ëmbëlsues, me amulgator, apo nuk e di se çka, sepse vërtet është e çuditshme një mol të marrësh njëra pjesë të jetë normale, ndërkohë që pjesa tjetër të mos e ketë atë shijen. Sikur të ketë ndonjë dozë të radioaktivitetit, domethënë kjo është e tmerrshme, kjo është nuk di. Bona, këtu duhet të angazhohet shumë shteti, sepse banorët nuk kanë se si të bëjnë kujdes. Ne nuk mund të krijojmë secilin në shtëpitë tona laboratore për matje të pesticideve, për matje të pH vlerës së ujit ose nuk e di se çka. Por ndërkohë edhe nga çallami i madh, nga modernizimi i madh në thojza, nuk mund ta mbjellim Baçën neve se do na thonë katunar, kanë mbjell Baçë këta. Kështu që çfarë do bëjmë? Do i ham këto që do na dalin përpara. Do na shkon ymri më bashkim me komplekse dhe do vdesim pa ngrënë një shalqir të mirë, një bostan të mirë. I kemi të mira. Domethënë është metaforike, domethënë. Vetëm që tjerët mos të mendojnë që ja, jemi ne katunar dhe nuk... Uroj që të jemi. Po si të jem, domethënë do jem me para, ju lutem, më vendosni të parë. Nuk është e kotë ajo kënga e mrekullueshme e jona 7 ditë ymër në këtë dynja, 6 i dhënime e 1 se pa. Edhe ne gjithë nga 7 ditë ymër në këtë dynja, 6 qia dhe 1 të mirë. Jo, herët është drejtëros se kjo këngë kërkon që pish edhe kafe. Po ja, do filloj me ujë, pastaj e kthejmë te atë, nuse, rakino. Duhet lezosh shumë libra, pish kafe dhe... Mos na e mendo bashkim se mirë jemi, ne në rregull jemi. Bashkim, nesër do të na vish në studio... Sepse do të vizatohem te dera. Nesër ke kohë... Jemi të ardhur bashkim. Nëse ke kohë nesër i ftuar, sepse po përfundojmë edhe sezonin edhe të paktën më bashkim si jemi pa nga shtatori. Po bona, po nuk thjerët njeri unë shtëpit vete, mirë sa ardhje, nuk e di se çka. Jo, vetëm po ta përkujtoj që të vish. Jo ti thuaj, nesër e ke flin gati edhe aty. Po, as nuk diskutohet bashkim ajo pjesë. Atë pjesë na lini neve, ti vetëm hajde. Tek tradicionale. Ajo pjesë është e jona, ti vetëm hajde, pastaj ajo është kryer. Pastaj pjesa tjetër... Po, nga shtëpia. Surprizë. Bashkim, nëse gjithsesi, por ne kemi patur para 2 muaj, në mos gabohem, në një laborator diku që e solli Ministria e Veterinarisë, më duket, për të matur këta, për të bërë këta ekzaminimet të... E ushqimet? Laboratori ushqimor që u soll tek Universiteti i Tetovës, që ishte donacion nga Ministria e Bujqësisë, ishte një gjë shumë interesante mbas të asaj që na shpjeguan. Por ama drejtëro, edhe atje është interesant se nuk mund që t'i pranojnë gjithë banorët, apo nuk mund që t'i pranojnë që gjithë ata që kanë halle, për të parë se nëse konsumon ushqim si duhet, apo ujë si duhet. Andaj duhet këtë gjë t'a bëjnë institucionet, sa më shumë të dalin në teren, sa më shumë të bëjnë kontrole të ushqimeve, pemperime apo produkte të tjera, që të shohim tek e fundi se çka konsumojmë. Mos të harrojmë para vetëm një jave, shumë tonelata mish pule që nuk e dihej prej ardhja dhe koha se nga kur ishte uzu në kufi në hyrje të Maqedonisë. Por falë Zotit që u kap nga njerëzit që kujdesen për këtë gjë. Por mos ishte kapur nga ata, do kapej nga ne në për markete dhe do përfundonte tek shtëpia jonë. Sigurisht. Uroj që të mos na ndodhin kështu gjëra më, edhe pse e dim sepse këta fitohormone që po prodhohen diku në vitet e 60-ta, shtetet europiane i kanë ndërprerë më, por tek ne siç po duket që brenda natës që po rritet, sepse dikur i kanë kapur edhe në Shqipëri që po përdornin tek shalqiri, që futeshin me fitohormone të çuditshme, që po vaditesh te bostani, i cili ishte në një formë topi të vogël, dhe brenda natës shndroheshte në 20 kg. Domethënë mund të trashet gjatë transportit shndroheshte në 35 kg. Gjë, një hormon i cili funksionon vazhdimisht. Domethënë po funksionoj ka kjo fjala kur bani trashet për një natë? Jo për një natë, për gjysmë ore të bëhet 40 kg. Sepse kanë dalë nga laboratorët, të çuditshme. Fantastike, domethënë në çfarë epoke jetojmë, domethënë mirë që jemi këtu dhe po buzëqeshim, mirë që kemi buzëqeshje në fytyrat tona. Bashkim të falim. Unë doja vetëm t'i kujtoja edhe bashkimit, sepse një mesazh më erdhi shumë interesant, ku një shikues, ja këtu është. Thot kështu. Thot ku ka fshehti,
ishte loja jone preferuar. E njihnim çdo cep të lagjes dhe çdo pemë ku mund të fshiheshte. Sot fëmijët njohin çdo nivel të lojrave elektronike, por jo rrugicën ku E jetojnë. vërtet. Bashkim do dëgjohemi nesër Kjo është sërish. shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Patjetër. Bashkim Bashkim faleminderit shumë edhe një. Faleminderit juve. shumë. Ditë për të mbarë energjinë. Faleminderit juve. edhe me buzëqeshje sa më Mirupafshim. shumë. Faleminderit shumë. Paqem.